Ministria e Brendshme në koordinim me Prokurorinë Publike për ndjekjet e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka kryer një aksion policor ku në bazë të urdhrave të siguruara nga gjykata themelore janë kryer bastisje në disa lokacione në rajonin e Shkupit, Manastirit dhe Kërçovës tek persona juridik dhe fizik në lidhje me kryerjen e veprave penale të lidhura me furnizimet e dyshimta të derivateve. Gjatë aksionit të kryer më 10 mars janë arrestuar 11 persona, një person është i pakapshëm për organet e ndjekjes dhe një tjetër është në masën e arrestit. Në mesin e personave që po hetohen është Vasko Kovacevski, i cili është në Arati, biznesmen dhe Ratko Kapushevski, drejtor general i kompanisë RKM për tregti me energjenca dhe derivate të naftës, dhe Asmir Jahoski, pronar i kompanisë Pucko Petrol. Sipas njoftimit të policisë, deri më tani gjatë bastisjeve janë gjetur dhe sekuestruar dokumente, 5 telefona celular, rreth 1500 copë municion të kalibrit të ndryshëm, 2 pistoleta dhe 3 automjete. Ministria e Punëve të Brendshme i ka dorëzuar Prokurorisë Themelore Publike kallëzim penal kundër 13 personave fizik dhe 1 juridik për keqpërdorim të detyrës dhe kompetencave zyrtare dhe larje parash dhe rendementeve të tjera nga veprimtaria kriminale, edhe atë VK 55 vjeç nga Manastiri, AM 44 vjeç nga Shkupi, NS 61 vjeç nga komuna e Mavrovës dhe Rostushës, EP 52 vjeç nga Shkupi, MN 60 vjeç nga Shkupi, BM 51 vjeç nga Shkupi, RR 48 vjeç nga komuna e Zhelinës, DSJ 43 vjeç nga Kumanova, DS 66 vjeç nga Shkupi, DS 43 vjeç nga Veleci, RK 38 vjeç nga Shkupi, ES 43 vjeç nga Kërçova dhe AJ 40 vjeç nga fshati Plasnic dhe 1 person juridik nga Shkupi. Ai më tej shtoi se policia do të vazhdojë me ndërmarrjen e aktiviteteve dhe veprimeve të mëtejme policore sipas udhëzimeve të prokurorit kompetent me qëllim sigurimin e dëshmive të tjera lidhur edhe me vepra të tjera penale.